Dashur shqiptar, përshëndetje nga Gonja me 4 klasë shkollë. Dëgjoni pse jam una kundër mbylljes së rrjeteve sociale. Do ju tregoj një histori kone Xhaxhit. Kur dolën në Radio Iliria, unë me gjithë baban vajtëm në Fier dhe do blinim një radio. Sa do në atë kohë me atë ekonomi ishin shumë shtrenjtë. Me gjithë atë ma plotësoj të shirën babaj. Vajtëm me blem. Duk me dalë në dyqani, e ndeza radion unë, edhe apa po kërkoj një stacione, doli një stacioni uj, italiana që ishë, në kone Xhaxhit. Edhe filluan muzika huaj, me fjalë të huaja. Vjen një civil edhe më kap pe veshi. Baba imi ishtë disa metra për para. Sa e pa atë, unë po bërtisja o lele veshi. Sa e pa atë, nuk i tha atit botit që i ben qunit. Po më këput një dack mua, unë shkoj në kratë tjetër tortuarit, radio në kratë tjetër, nuk e gëzuam atë radione. Pandaj thot Gonja që qa ka ndryshuar në ajo kohë e Xhaxhit deri më sot. Tani, për rrjetet sociale, mediat si shdijen, janë atje ku janë, parti. Tani. Kuse rrjetet sociale, çdo fjale premtuar nga politikanët, populli ndodhet në teren, edhe faktikisht, thonë jo di mbyllim se shajnë bejnë. Po të marim sharjet ne, po i marim politikanë shqiptarë në parlament. Duk me i filluan nga 91 deri më sot. Lavire Bulevardi. Po, deputetit i thot groja jote kur, tashin not froku, tashin këta fëmi që dalin edhe thonë që për keq bulizohen edhe këshu, fjalë më të renda nga këto të politikanëve nuk ka. Po gjaja me keqe diku është këtu. Se këta nuk merren kaq ko pa rruglagjesh, pa ujë të pishëm, pa njohje në pronës me certifikat pronësie, shtëpive. Pra populli nuk lasi një gjem rapa këshu. Prandaj, edhe mbyllin këto, sepse rrjetet sociale është një medje lirë që ta kontrollosh jam dakord unë, me kartë identiteti jam gjitha mundësit. Por rrjetet sociale nuk mbarojnë këtu me t'i mbyllur për këto. Po gjaja me keqe e ne shqiptarëve e sepse neve jemi gjithmonë votojmë, po nuk dim ka votojmë. Se gjithmonë çdo parti që fiton, qeverin do ta bëj, po me ata listat e mbyllur, që ka të sigurt. Pastaj këta që janë jashtë, po s'kan shans, se deri 30-40 deputet qeveria s'bet me më shumë. Edhe ky është rrjeti. Edhe neve nuk votojmë dot atë që personin që e njohim. Si ka qenë, qysh është, ja unë jam 60 vjeç, mirë unë një e di. Që s'më pëlqen. Po jam i detyruar, që tjetëri mrapa në listë hapur nuk fiton dot. Po s'jen të gjithë rresht. Kush marri më shumë? Prandaj, rrjetet sociale për mua më shumë se shajnë politikanët dhe analistët, po t'i ndihni në për medjet, nuk ka shans të shaj populli. As ben vaki. Populli aty edhe sot nuk ka as një gjë nga këto kushtet. As pagën, pandej ikën edhe jashtë, se meri 1500 euro në muje, sa do të marri këtu 500 euro, 1500 euro flas për një unë, si puna ime që unë jam bujk, pa me shkollë po, vete 5.000, 6.000 ime ato historira, edhe 10.000, edhe halal t'i ketë, po bujku thjesht, vete 1500 euro dhe 2.000 jashtë shtetit.
Se pandej që ty në Europë, këshu yret. Po i mbyllë gojën popullit, populli që do thot, pandej 2025 për shqiptarët është një vit që do doj dhe 100 vite që të vit 2025 për punën e votimeve. Falë Zotit, drejtësis, gjithmonë, edhe po të vej vota atijen ku duhet, si që dëshiron populli, dhe të njihet një lloj, si pas mendimit tim, si partit e reja, si dhe ato të vjetra, tradicionale. Po t'jen të barabarta, ashu Allah, po s'jen të barabarta, më mirë të kandidojnë për mbret këto dy partit e mdhaja, edhe këto të tjerat, pasaj për naj post këshu. Drejtora qa tjetë. Pandej, thot gonja gjithmonë, të rojt drejtësia. Se po të shikosh poplin, ato 1 milion vota që merr një parti, apo 700.000 e qeveris, po të paktën një 500-600.000 janë në përgjykatat, për pronat dhe nuk fitojnë drejtën. Pandej jam kundra mbylljes të rrjeteve sociale, se është një medje që e gëzojmë në kapitalizëm, në demokraci. Po mbyllën këto, do të thot që populli do bej që a thot partia, po unë them eshe kundër. Partia të bej që a thot populli. Atë putin publicitet, respekt e nagonja.